Drejtuesi i prokurorisë së posaçme kundër krimit dhe korrupsionit thëndryshe SPAK, Klodian Braho, prej 3 vitesh ka qenë pjesë e prokurorisë së Vlorës. Ai ka drejtuar task forcën antikorrupsion dhe në 2 vitet e fundit ka qenë dhe zëvendës prokuror i rrethit. Braho ka një karrierë të gjatë në organet e drejtësisë, ndërsa ka hetuar një numër të lartë të çështjeve, kryesisht të lidhura me korrupsionin në prokurorinë e Vlorës. Ishte një nga kokat e organit të akuzës në Vlorë për 3 vite. Klodian Braho, drejtuesi i ri i prokurorisë së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, shërbeu si prokuror në prokurorinë e rrethit Vlorës nga viti 2012 deri në vitin 2015, ku mbajti detyra drejtuese. Në vitin e parë të ardhjes në Vlorë, Braho u emërua në krye të task forcës së prokurorisë kundër korrupsionit dhe në 2 vitet e fundit mbajti detyrën e zëvendës drejtuesit të saj. Klodian Braho, gjatë kohës kur ishte prokuror në Vlorë, hetoi dosje që lidheshin me korrupsionin, krimin e organizuar dhe falsifikimet. Pas largimit nga Vlora, Braho ju bashkua prokurorisë për krimet e rënda deri në vitin 2019, kur kaloi në SPAK si pjesë e grupit të parë të prokurorëve që nisën punën. Ai është njeriu që arrestoi kolegun e tij të zyrës në prokurorinë e Vlorës, drejtuesin e prokurorisë Aurel Zarka. Braho njihet si prokuror i ftohtë i akave të bardha, prokurori që hetoi dhe vijon të hetoi dosjen Toyota Yaris, duke arrestuar ish kolegun e tij. Kreu i ri i SPAK ka hetuar disa dosje të profilit të lartë, mes tyre ndaj ish kryeprokurorit Adriatik Llalla, çështjet e inceneratorëve, dosjen 5D, ish ministrin e mbrojtjes Fatmir Mediu për tragjedinë e Gërdecit, si dhe dosja abuzimesh me fondet publike dhe pastrimin e parave. Duke marrë drejtimin e një prej institucioneve kyçe në luftën kundër korrupsionit të nivelit të lartë dhe krimit të organizuar në vend. Me zgjedhjen e tij, Braho pritet të udhëheqë institucionin më kritik në betejën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar në vitet në vijim. Kohët e fundit, ai është takuar edhe me zyrtar të lartë amerikan që kanë vizituar Shqipërinë dhe kanë ndaluar në SPAK, duke shprehur mbështetjen për prokurorinë e posaçme.